Messi arrin në Argentinë për funeralin e babait të tij. Lionel Messi ka përjetuar një nga ditët më të vështira të tij, kjo pasi futbollistit i vdiq babai Jorge Messi në moshën 68 vjeçare pas një sëmundje të gjatë, ndërsa po ashtu dolën pamje nga avioni privat i 10-shit Argentinës, i cili zbarkoi në Rosario së bashku me gruan e tij Antonella dhe fëmijët e tij. Jorge Messi ishte një figurë prezente gjatë tërë karrierës së La Pulgas, dhe kësaj ishte edhe agenti i tij kur ishte fëmijë. Pas pushthjeshjeve, golave dhe emocioneve të forta në botror, Lionel Messi po përjetonte një betejë tjetër në jetën private. Në prapaskenë, kapiteni i Argentinës ishte shqetësuar për gjendjen e rënduar shëndetësore të babait të tij, Jorge Messi. Sipas raportimeve të mediave argjentinase, situata ishte aq serioze sa Messi gjatë turneut kishte menduar të merrte një vendim ekstrem, të largohej nga grumullimi i kombëtarës dhe të udhëtonte drejt Argentinës për të kaluar kohë me të atin. Në një moment gjatë turneut, Messi madje mendoi të largohej nga ekipi për të shkuar për të parë babain e tij. Jorge, raportoi gazeta argjentinase Diario Ol. Për Messi, botrori nuk ishte vetëm një mision sportiv, ndërsa miliona tifoz prisnin prej tij imagji në fushë. Ai jetonte me anktin e asaj që po ndodhte me një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së tij. Jorge Messi kishte kohë që përballej me probleme serioze shëndetësore. Gjatë kësaj periudhe, Lionel Messi mbante kontakte të vazhdueshme me familjen e tij në Rosario për të mësuar rreth gjendjes së babait. Në këtë kontekst, edhe disa nga momentet më emocionale të Messit gjatë botrorit mund të marrin një tjetër kuptim.